Shenja e punimeve në rrugë është vendosur që disa muaj. Përmes saj po ndalohet hyrja pa autorizuar gjatë punimeve në sheshin Gjergj Bush në Prishtinë. Por pavarësisht kësaj, shumë qytetarë edhe të hënën u pan të kalojnë përmes këtij sheshi. Mes tyre edhe kjo nën me karrocë. Pavarësisht rrezikut, qytetarët thonë se rrugën përmes kryeqytetit ku po zhvillohen punimet detyrohen ta kalojnë. Wallahi për neve u po flas për veti se jam i ka gjaj vjetër badran po vjen që të rruga që 3-4 herë prishin herë montojnë herë dy çapo po nuk e di planet e tyre çaudive shtir boll po vjen me kalue e shtir bolla po zhagitet shumë zhag po shkos për rrollohet më më thon diçka po për të tronë se dive vallahi që më ka përcy boll rën se po do qosh do zan rën po na vjen neve vjetër edhe fëmijë po çashtu. E qa bojnë ty bëndisha ma. E kjo situatë e krijuar të lashe po shkakton edhe bizneseve për rreth. Neve na kalëshu një proces verbal për me liru hapësinat publike që është okej, edhe me fillu punime. Po kur nuk na ka prezentu as një projekt lidhe me sheshin, as një kosgjatje sa ka me shku, qysh, të nuk ka të drejt në këtë gjendje të këtë kalës për shënë i grupë, thmija natën as një dritë është, të më dhënë kur farë solucionin nuk kanë bo. Edhe nga komuna e Prishtinës se pranojnë se po rrezikohet siguria e qytetarëve. Por komunarët fajsojnë këta të fundit për kalimin përmes rrethojave. Kemi lënë një vend kalim ku qytetarë mundën me kalu. Mirë po shohim që ka dhe raste dhe të shumta që ata që është ditë feste ku qytetarët moj me thonë pa përgjershën të i po dhe makinerin të i po dhe gropa dhe krej këto që në pasigurët ata prapë po vazhdojnë me kalu në për ato. Ne do të thojmë edhe operatorët ekonomik që me qenë matë përgjershëm të i ndalojnë edhe ato kalime dhe të asigurojnë edhe më shumë punishtë. Nga komuna për TV1 thonë se punimet në këtë pjesë e sheshit pritet të përfundojnë në muajin qershor.